E falenderojmë të madhin Allah me falenderimet më të sinqerta, më të plota, siç meriton i madhi Zot falenderohet. Zoti ynë, ty të takon lavdet edhe falenderimet për çdo mirësi e begati që fale e dhurove, shtoje ja Allah për gjithë secilin prej nesh. Mirësinë edhe begatin tënde ti e dhuruesi i mirësive dhe i begative. O Zoti ynë, udhëzoj zemrat tona, udhëzoj shpirtrat tanë, ja Allah, për tek më e mira, më e bukura. Edhe në momentin kur neve, ja Allah, është duke na josh e keqja edhe e pavërteta. Edhe në momentin kur jemi të luhatur dhe zemra na tërhiqet nga kushtet ose nga rrethanat për në rrugën, di rrugë tjetër përveç rrugës tënde, ja Allah, na e forco zemrën në rrugën tënde. Udhëzoje, ja Allah, aty ku duhet jetë te rruga e njerëzve të mirë, te rruga e profetëve tu, aty ku fitojmë kënaqësinë edhe mëshirën tënde, ja Allah. Dëshmojmë se i vetmi që me drejt meriton adhurim askush tjetër përveç ti është vetëm Zoti i vërtet, Allahu Gjellëshanuhu. Dëshmojmë se i dashur i zemrave tona Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam ishte robi dhe i dërguari i Allahut. Thot Zoti në Kur'an: "Wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah." Banorët e xhennetit, sa po kanë hyrë dhe sa po i ka shkel këmba në xhennetin që i patë premtua Allahu Gjellëshanuhu, mrekullohen me atë që Zoti e ka përgatit për besimtarët, i mbushet shpirti edhe zemra dhe thonë elhamdulillah, falenderimet pa fund për Allahu Gjellëshanuhu që neve na udhëzoi në këtë rrugë, në këtë besim. E sigur mos do të Allahu Gjellëshanuhu nuk do të udhëzoheshim. Subhanallahil azim. Sepse kishte njerëz që ishin më të lexueshëm se ne, sepse kishte njerëz që ishin më me mundësi më të mëdha se ne, sepse kishte njerëz që ishin më të dijshëm se ne. E megjithatë Allahu Gjellëshanuhu na e hapi zemrën dhe na orientoi për rrugën e besimit. E fali qofshim Allahu Gjellëshanuhu na mundsoi që me këtë besim, me këtë rrugë, me këtë fe të bukur të arrijmë edhe përjetësinë, të arrijmë xhenetin e përjetësisë, xhenetin që përgatiti Allahu Gjellëshanuhu për besimtarët. Vëllezërit e mi dhe motra muslimane, mirësia e besimit është mirësia më e madhe nga të gjithë mirësitë e tjera. Nëse do ta vendosësh mirësinë e besimit një anë dhe çdo lloj begatie ose mirësie, çfarë do lloj mirësie dhe begatie qoftë tjetër në anën tjetër, do peshonte më shumë mirësia e besimit. Prandaj dhe Allahu Gjellëshanuhu na tha që ata të cilët e shohin përëmtimin e Allahu Gjellëshanuhu dhe shohin përjetësinë, që e shkelin edhe e prekin, ashtu siç neve jemi në këtë dynja, subhanallah, që e prekim edhe e shohim, do të thonë falenderimi i takon Allahut që na fali besimin edhe rrugën e drejtë. Nuk thonë as o Zot faleminderit që ishim milioner, as që kishim pozita, as që na dhesh shnet edhe nuk pam neve o Zot as i ditë keqe. Gjitha këto janë prej mirësive të Allahut Gjellëshanuhu. Por më e madhja prej tyre pra është besimi dhe ai meriton falënderim të madh edhe mirënjohje të madhe prej Allahut Gjellëshanuhu. Subhanallahil azim. Ibrahimi alayhi salam, Khalilullah, miku i ngushtë i Allahut, dëshiroi me shpirt që babai i tij të ishte musliman dhe i kërkoi falje Zotit për të. Po Zoti Gjellëshanuhu e caktoi që nuk është i udhëzuar. Nuhu alayhi salam, el abdu shakur, robi falënderues i Allahut, e dëshiroi me shpirt që djali i tij të jetë i udhëzuar, po Zoti Gjellëshanuhu nuk e kishte caktuar, nuk ja fali udhëzimin. Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, i dashur i Allahut, Habibullah, e dëshiroi me shpirt për xhaxhain e tij që e ndihmojnë fillimet e rrugës edhe të mesazhit dinor. Ti ishte i udhëzuar, u mundu edhe në momentet e fundit jetë, po Zoti nuk e pati caktuar, nuk ja hapi zemrën, nuk ja fali udhëzimin. Po ti o vlla ime dhe motra ime, çfarë duaje i ke po Allahu Gjellëshanuhu? Çe i ke kërkuar Zotit, që Zoti ta fali udhëzimin? Subhanallahil azim. Qa mirësie e qa begatie të ka falë Allahu Gjellëshanuhu. Sa i mirë është Zoti me na. Ty të qofshim falja Allah për mirësin edhe begatin që na fale. I shpalli Davudit a.s. dhe i thot: O Davud, sikur ta dinin ata cilët më kanë kthy shpinën mu, se me sa malli pret Zoti i gjithësisë që të kthehen te Allahu Gjellëshanuhu,
do t'i digjej zemra dhe shpirti nga malli dhe nga dashuria për Allahun xhelleshanuhu. O Daud, sigur ta dinin ata cilët më kanë kthyr shpinën se me sa malli pres, Zoti i gjithësisë do i digjej shpirti dhe zemra nga dashuria për Allahun xhelleshanuhu. O Daud, kjo është për ata cilët më kanë kthyr shpinën, po për ata cilët më duan me shpirt, edhe më adhurojnë mu të vetëm edhe askën tjetër përveç meje. Subhanallahil azim. I qofshim fal Allahu xhelleshanuhu. Të flasësh për dashurinë e Zotit. Të flasësh për dashurinë e Zotit, për ilaçin që ka nevojë shpirti dhe zemra. E si mund të folet për dashurinë Allahu xhelleshanuhu edhe të mendohet se mund të thush diçka nga ajo shumë çka që Allahu xhelleshanuhu ka. Kur Zotin e Madh nuk e përfshiu arshi, kur nuk e përfshiu dynjaja, gjithë ekzistenca, as vendi dhe as koha, si mund ta përfshi të flasësh për dashurinë e Allahut 5 minuta ose 10 minuta fjala e një robi të dobët? Ndërkohë që qanë dhe vajtuan zemrat e ulijave dhe profetëve të Allahut xhelleshanuhu për dashurinë e Zotit, si mund të flasi zemra një robi të dobët, edhe që është me plot meta për atë që është shumë e madhe dhe është madhështore për Allahun xhelleshanuhu. Kul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Thuaj o Muhammed, sikur uji i detit dhe oqeaneve të bëhej boj, stilolapsi, me shkrujt fjalët, urtësitë dhe argumentet ajetet e Allahu xhelleshanuhu që tregojnë për madhështinë e Zotit. Do mbaronte, do thaj uji i detit duke shkrujt për Allahun xhelleshanuhu, sikur walau jina bimithlihi madada, sikur ta sillim shumë fish neve atë, jo vetëm ky nuk mjafton, po edhe shumë fish nuk do mjaftonte. Pse? Sepse thonë dietarët e Islamit, sa do ta madhërojmë Allahun xhelleshanuhu, kur nuk do ja japim hakun. Sa do ta lavdërojmë Allahun xhelleshanuhu, kur nuk ja japim hakun. Sa do t'ja njohim madhështinë Zotit xhelleshanuhu, kur nuk ja kemi ditë realisht madhështinë e Allahut xhelleshanuhu, prandaj nuk do të mjaftonte asgjë që të shkruante me fjalë madhështinë, dashurinë edhe mirësinë e Allahut xhelleshanuhu. Allahu i lartësuar i fali Ademit alayhis salam gjithë xhennetin. I tha fekula minha ragadan haythu shi'tuma wa la taqraba hadhihi ash-shajara. Jo ka leju Allahu xhelleshanuhu ty edhe bashortës tënde o Adem të gjithë xhennetin, mira, miliona begati dhe mirësi, pije, ushqime nga më të ndryshmet. I fali Zoti xhelleshanuhu, inna laka alla tajua fiha wa la ta'ra. Aty në xhenet, o Adem, asuria nuk do të marrë dhe as nuk do të kesh nevojë pra që të zbulohesh nga petku edhe nga teshat e xhenetit. Wa annaka la tadhma'u fiha, dhe ty kur nuk do të marrë etja, pra ishte në një xhenet cilin e pati përgatit Allahu xhelleshanuhu për Ademin edhe Hawan. Të gjitha ishin të lejuara vetëm një pemë. Këtë tha, mos ju afro. Inna hadha aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma min al-jannati fatashqa. Shejtani i mallkuar është armiku joti përbetuar o Adem dhe i bashortes tënde. Prandaj tha, shihni se mos ju nxjerr nga xheneti e të dëshpërohesh, pastaj të kapi dëshpërimi. Subhanallahu alazim. A e kuptoni o vëllezër, që sa bukur i jep Allahu xhelleshanuhu shembuj. Të gjitha të lejuara vetëm një pemë. Aty shkon robi. Aty shkon robi, ajo që është ndaluar, kurioziteti, shejtani mallkuar, shoqëria keqe. Sot që flasim neve, mira, pije dhe ushqime të gjitha i ke halal. Ato që janë haram janë me numër, gishtat e dorës. Aty shkon robi. Atë i zbukuron shejtani mallkuar. E kur i vjen shejtani mallkuar Ademit alayhis salam, ishte betu Allahu që do ta çojë në humbje atë dhe pasardhësit edhe neve. Dhe i thot, kale ja Ademu, hel edulluka ala shajaratil khuldi wa mulkin la yabla. O Adem, atë të tregoj unë ty, thot, pemën e përjetësisë. Subhanallah. Dhe një sundim dhe një pasuri që nuk shteron kur. 2 pika. Si filozofë dhe psikologu më i mirë,
duke ditë atë që kanë zemër robi, smunjen e robit, përjetësia, mos me vdek, mos munda nga kjo botë. Aty e goditi, aty e dha goditja. Dhe tha, gjithashtu pasuri e madhe që nuk shtëron kur. Për çfarë lodhen njerëzit? Me botë mira materiale, me jetu të mirë, me jetu të qetë. E dy pikat më të forta që i dëshiron zemra robit, Iblisi lanetullahi alejhi, aty filloi ta mashtroi Ademin alayhis salam me bashortën e tij. Fadallahuma bi ghurur, thot Allahu xhalla shanuhu, i mashtroi, i tërhoqi me mashtrim. I tërhoqi me mashtrim. E neve sot o vëllezër, sot ai që mendon se rruga e Zotit xhalla shanuhu është një rrugë e cila është vetëm fush me lule, edhe nuk ka rregulla, edhe nuk ka të ndaluara, jo pasha Allahun. Ashtu si Zoti xheleshanu e tregon në Kur'an, ato që janë ndaluara nuk i ndaloi Allahu xheleshanu sepse i bën dëm Zotit, po i ndaloi sepse na bën dëm neve. Nëse do jetën e lumtur, jetën e mirë, largon nga harami, largon nga e keqja. Shife se çfarë psoi babai i njerëzimit Ademi alayhis salam, edhe bashortja e tij Hawaja, me një gabim që bën pra Allahu xheleshanu nga xheneti i zbriti poshtë. Kur e hëngrën frutin, fillun duke ra petkat e xhenetit, pra petku i xhenetit. E fillun duke u zbulu dhe nuk po mbulonin dot me asgjë. S'kishte diçka t'i mbuloj. Aty e kuptoi gabimin që kishte bërë Ademi alayhis salam. E kuptoi gabimin dhe i dha Hawas, bëu gati, tha tani, tha se do të shkëputemi nga afrimiteti me Allahun xheleshanu. Do largohemi nga xheneti. I tha, ku e kuptove ti? Sepse tha, kjo është pasoja e parë e mëkatit. Të largon nga Allahu xheleshanu, je afër pranë Zotit, je mirë, je bukur, je tamam. Ço shejtani mallkum me bë pisliqe, ço me bë haramlliqe, ti zbukuron ashtu siç ja zbukuroi babai ton Ademit alayhis salam. E njeriu mendon, hajt ta provoj, hajt ta shikoj. Po të ka thonë mër Allahu xheleshanu është haram, mër nuk ke që donë mër subhanallah. Po të ka thonë mër profeti alayhi salatu wassalam është haram, nuk ke që donë, me kanë provu tjerët para te, nuk ka nevoj, ta provoj gjithkush. E rruga e Zotit xheleshanu, dashur vëllezër dhe motra, ka rregulla, prandaj i ka rregullat. Që të hecësh tamam ashtu siç duket, ndërsa shejtani ta bë dys. Çfarë rregulla, çfarë? Provoj më të gjitha, më shikoj më të gjitha, më jetoje më jetën me të gjitha. Nuk ka rregulla, ta zbukuron. Jeta është e jotja, më jetoje më jetën. Po kush po thot mos me jetu jetën, më subhanallah. Po jetoje jetën pa i bë dëm vetës, më pa bëj gjëra dëmshme. Sigur me thon, jetoj jetën pije helmin. Po si ta jetoj jetën ta pi helmin? Kështu janë edhe mëkatet, helme janë. E pi robi fillon helmohet në shpirt, fillon helmohet në trup, fillon helmohet në të gjithë qenien e tij, nga pak derisa ti vdesi shpirti dhe zemra, totalisht e të largohet nga Allahu xheleshanu, nga mëshira e Allahu xheleshanu. Në momentin që Ademi alayhis salam e bëri gabimin, edhe hëngri frutin, bashkë me bashortën e tij, e kuptoi që filloi të largohet nga Zoti xheleshanu. E në këtë moment duke hiku zemru shumë. U zemru shumë edhe u hidhru shumë, u trishtu shumë me veten e tij, duke hik edhe duke u largu s'poditesha me po më qef, sepse i ra petku i xhenetit, e kap një deg nga degët e pemëve, pra i ngel kun sup, edhe e kap ju nga tru në për trup kështu, mendoj se po i vjen dënimi Allahu xheleshanu dhe tha, el afu, më falo Zot. Kujtoj se ishte hera parë që e bote gabimin, edhe e kuptonte që kjo gjë do të kishte pasoja. E i foli Allahu xheleshanu ashtu siç ishte duke hik, nuk po dite se çfarë po bote. I thotë firarën minni ya Adam. Apo hikën thot po mqifesh prej me, ku do mqifesh prej Allahu xheleshanu? I thotë bel haya'an minke ya Rabbi. Nga turpi prej teje o Zot, se të gjitha të mirat mi fale, e prap shpirti im i dobët shkoj aty ku nuk duhet. I thotë Allahu xheleshanu Adem thot, pse e bëre thot, pse e bëre? Pse e bëre këtë gjë? Ndërkohë që kishe gjithë xhenetin tatin, e kishe gjithë mirësinë tatën. I thot, o Zoti im, thot, nuk e kisha mendu kur se dikush mund të betohet rrejshëm në madhështinë tate, subhanallah. Wa qasama huma inni lakuma lamina nasihin, shejtani mallkum. E ju betu, thot, atyre të dyve, thot, dhe i tha, unë jam këshillues i mirë për ju.
Unë po ju du të mirën juve, po unë du që juve ta jetoni jetën, më po t'jeni të pavdekshëm, po t'jeni gjithmonë vetëm mirë. Pa ty I kishin gjithë mirat, më subhanallah il adhim. Pra imagjino si I mashtro, ja I do ma ju me nihim, I premton, edhe jep shpresa, edhe I jep alternativat ndryshme të gjitha mashtrim. Ash-shaytanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsha. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Shejtani, thot Allahu xhaleshanuhu, juve ju premton varfëri në shpirt, varfëri në jetë. Me pisliqe me mëkate nuk hecet. Dhe juve ju shtyn që të bëni vepra të fliqura, ndërsa Allahu xhaleshanuhu ju premton mirësi dhe falje pafund, subhanallah. Maghfiratan minhu wa fadla. E vëllezërit e mi, kur e zbriti Ademin a.s. Allahu xhaleshanuhu ka qa Ademi a.s. Qau. Imagjino qa mirësiet madhe kishte dhe e humbi. E ka caktu Allahu xhaleshanuhu që nuk mund të rish pranë Zotit duke bojë gjunafe dhe duke bojë mëkat. E prandaj vallahi kini frikë Zotin xhaleshanuhu dhe mundohuni, se gjithë jemi gabimtar, mundohuni të largohemi nga e keqja. Të rim pranë Allahu xhaleshanuhu dhe të jemi pranë engjëjve të Zotit xhaleshanuhu dhe pranë të mirës. Kemi me vete suportin edhe mirësinë e Allahu xhaleshanuhu. Qau shumë deri sa I zbret Gjibrili a.s. edhe I thot o Adem, përgëzo, thot se Allahu xhaleshanuhu ta ka pranu pendimin ty o Adem, thot. Qau për vite me radhë, deri sa thuhet që toka u lag nga lotët e tij. E I thot, o Gjibril, thot, nëse ka vend, thot, për një pyetje, thot, imagjino, ai I thot ta pranoj Allahu pendimin. Nëse ka vend për një pyetje, thot, diçka desha me ta pyet. Ku është pozita ime, thot tani, thot tek Allahu xhaleshanuhu. A jam më në të njëjtat pozita që kam qenë përpara, se kuptoj se çka kishte hum, duke bojë gjunafe dhe gabime, robi hum shumë vallahi. I thot o Adem, thot me të vërtet, thot, ti thot bëre gabim. Edhe I mësove njerëzimit gabimin, po gjithashtu I mësove njerëzimit pendimin. Pasha krenarin time, I thot Allahu xhaleshanuhu, kushdo njeri që do të mbojë gabim, mu thot edhe gjunaf, dhe do të më kthehet me pendim, thot pasha Allahu do t'ja pranoj pendimin si ta pranova ty Adem, subhanallah il adhim. I qofshim falë Allahu xhaleshanuhu, e lusë Allahu xhaleshanuhu të na falje, të na mëshiroj, amin o Zot. Neve sot në kohën tonë kemi një sfidë shumë të madhe, si t'ja mbushim mendjen të rinjve dhe rinis tonë, që rruga Zotit është ajo e cila ta zbardh fytyrën në dynjë dhe në ahiret. Që rruga Zotit xhaleshanuhu dhe premtimet e Allahut janë ato të cilat të bëjnë që të ndërtosh jetë të bukur dhe jetë të mirë, dhe të largohen nga pisliku dhe nga harami, dhe të lidhet zemra me të plot fuqishmin me Allahun xhaleshanuhu, edhe pse një pjesë e mirë ose ambienti ku jetojmë të thërret për tek e keqja dhe trendi mbase nuk ndihmon shumë. Neve duhet I flasim njerëzve tanë, fëmijëve tanë, shokëve tanë, vëllezërve tanë, dhe t'i tregojmë sa ajo që na premton Zoti xhaleshanuhu në Kur'an neve, dhe shembujt e bukur që I dha Allahu xhaleshanuhu, dhe se Zoti I don krijesat e tij. Allahu xhaleshanuhu I don krijesat e tij, madje siç thot profeti alayhi salatu wassalam, më shumë se që don nëna fëmijën, I don Allahu xhaleshanuhu krijesat siç e përmendëm edhe në hutbën e kaluar. Dikush thot I lutem Zotit, I lutem Allahu xhaleshanuhu dhe s'po mjep. Po subhanallah il adhim. Allahu xhaleshanuhu që është I gjithdijshmi, është ai I cili t'jep ty atë që ti ke nevojë dhe atë që është më e mira për ty. Ti kur shkon tek doktori dhe tek mjeku dhe ke nevojë për tu mjeku, do t'i thush mjeku do m'japësh këtë dhe këtë, apo do të t'japi mjeku ty atë që ke nevojë ti për veten tënde. Shembulli më I lartë është për Allahun xhaleshanuhu, mbase ti diçka e kërkon, po nuk është koha dhe nuk është momenti për ta dhënë Zotit xhaleshanuhu, sa ai është më I madh I bujar. Nëse njeriu mund të jetë kopras, nuk ka kopraci tek Allahu xhaleshanuhu ta'ala Allah, vallahi. Rruga e Zotit, edhe lidhja e shpirtit edhe e zemrës me Allahun xhaleshanuhu është ajo e cila duhet të prekupojë çdo zemër besimtari. Edhe duhet neve me lejen e Zotit xhaleshanuhu ta shpërndajmë mirësinë dhe begatinë edhe mëshirën e Allahu xhaleshanuhu, të japim shpresë në zemrat e njerëzve. O Zot, ty të lutemi ja Allah, na fal dhe na mëshiro. O Allah, ty të lutemi, o Zot, përforcoj zemrat tona dhe shpirtrat tona ja Allah në rrugën tënde.
O Allah, mbushë zemrën tonë, ja Allah, me dashuri për ty, për Kur'anin dhe për profetin dhe për çdo gjë të mirë, ja Allah, që na afron me ty. O Zot, largoj mendjet edhe zemrat tona nga e keqja, ja Allah. Na ruaj neve, o Zot, nga çdo gjunafe dhe nga çdo mëkat që dëmton lidhjen edhe raportin ton me ty dhe dëmton dynjan dhe ahiretin ton, ja Allah. O Zot, jemi dobët, ja Allah, na forco. O Zot, jemi të varfër, ja Allah. Na dhuro për mirësive dhe begative tuja. O Allah, jemi gabimtar, na falë dhe na mëshiro. Nëse ti nuk na falë dhe na mëshiron, kush do të na fali përveç teje, ja Allah. O Zot, tek ti kemi shpresat, ja Allah. O Zot, na zbardh fytyrën, ja Allah, në dynja dhe në ahiret. O Allah, ty të lutem, ja o Zot, na jep në mirësi në familjet tona. Na jep në mirësi, ja Allah, në komunitetin ton. Na jep në mirësi, ja Allah, në vendin ton. O Zot, ndihmoj ata musliman që sot kanë nevojë, ja Allah, dhe janë kushte shumë të vështira. O Zot, aty ku ka konflikte, ja Allah, aty ku ka të keqe, largoje të keqen, o Zot, ti je i plot fuqishmi, ti je që i përgjigjesh lutjeve tona, ja Allah. Ai i cili ka borxhe, ndihmoje ti laj borxhet, ja Allah. Ai i cili ka mëkate, falja mëkatet, ja Allah, dhe kthehet e ti me një kthim të bukur edhe të mirë, ja Allah. O Zot, ty të lutem, ja Allah. Ai i cili është smur prej nesh, ja Allah, shëroje. Ai i cili ka hallë, o Zot, lehtësoja dhe largoja ato hallë dhe zëvendësoja me mirësi e me begati, ja Allah. O Zot, ti e din më së miri. Dikush prej besimtarëve na ka kërkuar lutje, ja Allah. Për arsye shëndetësore edhe për hallë e probleme të cilat ne dim shumë mirë se asgjë nuk është e vështirë për ty, ja Allah. Lutemi, ja Shafi, o ti që ke në dorë shërimin, ja Allah. Hidhe shërimin tënd me ata të cilët janë smur, ja Allah, dhe kanë nevojë për shërimin tënd. O Zot, na fal ne. Fali prindit tan, ja Allah, fali të gjithë besimtarët dhe besimtarët, ja Allah. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi. Ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa aqimis salat. Zoti ju shpërblet.